vendime kaq të rëndësishme siç është sulmi mbi një shtet fqinj. Dhe mirë po, gjërat pastaj fillojnë e komplikohen, bëhen objekt spekulimesh, interpretimesh pafund, dhe problemi më i madh i kësaj është pasoja e gjithë kësaj, cilën fatkeqësisht po e vuajnë akoma marrëdhënien shqiptaro-grek ose po e vuajnë paktën krau këtej, krau ynë. Ndërkohë që nuk e ndjej të jemi fajtor ajsa ka thënë pala greke. Po për dalë pastaj në fund, sepse zakonisht në shkrimet e mia kam konkluduar në fund edhe me pjesën e kolaboracionizmit, duke e parë kolaboracionizmin me një sy pak më realist, duke e parë Shqipërinë si pjesë të së gjithës, të asaj që po ndodhte në Europë. Është pak paradoksale ajo që ndodhi në atë kohë në Europë, nga Norvegjia deri në Greqi, nga Portugalia deri në Turqi. Kemi për arsye pragmatike të momentit, kemi aleanca të ravizuara me njërën palë apo me palën tjetër, kemi dhe, siç e përmendët ju, Turqin, po ka pas dhe palë të tjera të cilat njihen si neutrale klasike, siç ka qenë për shembull Portugalia, Zvicra, Suedia. Një rol shumë interesant ka qenë dhe i Spanjës, e cila, domethënë, vetë lideri populist ose kuptohet ishte një ndër miqtë më të afërt të Führerit, të Hitlerit, por nga ana tjetër preferoi të mos futej. Vetë Hitleri thot në kujtimet e veta, në testamentin politik thot që unë nuk dëshironja që Karloja të hynte thot në luftë në krahun tim, sepse Franco jam pa. Thot i dobët thot Spanja thot